Jeta pas Big Brotherit ka ndryshuar 100%, Rozana Radi zbulon për çfarë e kritikoi partneri. Rozana Radi zbuloi se si jeta i ka ndryshuar pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Këngëtarja u shpreh se jeta i ka ndryshuar për mirë 100% pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Po ashtu ajo zbuloi kritikat që mori nga partneri i saj dhe çfarë i tha ky i fundit për rivalen e saj në lojë, Gerta Gixharin. Jeta pas Big Brother ka ndryshuar për mirë, ka ndryshuar 100%. Unë jam një Rozan tjetër dhe kjo fal Bigut, u shpreh Rozana. Kur dole jashtë, çfarë të befasoi më shumë nga reagimet? Më erdhi shumë mirë për shkrimin që kishte bërë Zarta në rrjetet sociale. Të dyja jemi rritur dhe me rritjen tonë mendojmë dhe sillemi ndryshe. Do e falenderoj shumë pasi në një moment jo shumë të mirë të timi në shtëpi, Rezarta doli dhe vendosi pikat mbi kritikat dhe komplimenti që të bëri partneri. Nuk duhet i kishe falur disa njerëz, komplimenti ti për mua je më e mira. Ka par Gertën që më ka lënduar dhe pastaj doli ajo që unë i kërkova Gertës për të kënduar një këngë së bashku, më shumë e kishte me Gertën besoj.